Mast Channel. Please subscribe. A është kjo gozhda e fundit në arkivolin e elitës së Brukselit? Jemi dëshmitar të një tërmeti diplomatik që po trondit themelet e Bashkimit Evropian. Për muaj të tërë, media ju tha se gjithçka ishte në rregull. Ju thanë se Meloni ishte në një linjë me ata. Ju thanë se Ursula von der Leyen kishte kontrollin e plot të kontinentit. Por ata ju gënjyen. Maska diplomatike zyrtarisht është hequr dhe Roma është bërë shkaku të bien maska. Një mesazh është dërguar në ndërtesën Berlemont në Bruksel, që i ka bërë burokratët të ende në panik. Kjo nuk është vetëm një mosmarrveshje politike. Kjo është një deklaratë lufte e hapur brenda bllokut. Meloni më në fund ka thënë atë që miliona europian mendojnë dhe ja tha drejt për drejt në fytyrë presidentes së Komisionit Evropian. Pse tani? Çfarë shtyu kryeministren italiane në këtë pikë thyerjeje? A është vallë hipokrizia mbytëse e marrëveshjes së gjelbër? Apo paktet sekrete të migracionit që po përmbytin brigjet italiane? Apo mos janë kërcënimet poshtëruese financiare që Brukseli mendonte se mund të përdorte për të heshtur një kombë sovran si italianët? Ursula von der Leyen mendoi se mund ta detyronte Italinë të nënshtrohej. Mendoi se po merrej vetëm me një politikan tjetër që mund ta manovronte. Por u gabua. Gaboi rënd. Dhe tani shohim një çarje që mund të paralizojë gjithë trupën e vendimarrjes së Bashkimit Evropian. Përmbajtja literale e mesazhit të Melonit është aq shpërthyese. Sa kërcënon të ekspozojë një dinamik pushteti prapaskenash, që nuk ishte menduar kurrë se mund të shihte dritën e ditës. Von der Leyen thuhet se është tërbuar, por Meloni nuk tërhiqet. Epoka e heshtjes ka mbaruar. Ultimatumi i Melonit ka mbërritur dhe Brukseli nuk është gati për pasojat. Për të kuptuar pse ky mesazh është lojë e madhe e Melonit, duhet të shohim marrëveshjen me djallin që u bë 6 muaj më parë. Media që dëgjoni nuk do ua bënin lidhjen e fakteve si ne, por po u themi se afati kohor është i pamohueshëm si faktor vendimtar. Konflikti i Melonit me Komisionin Evropian përqendrohet në 3 shtylla specifike: tradhtia ndaj migracionit, bllokimi i marrëveshjes së gjelbër dhe armatimi i fondi i rimëkëmbjes. Le të shohim tani të dhënat e ftohta dhe kokëforta. Së pari, tradhtia ndaj migracionit. Në fillim të këtij viti von der Leyen udhëtoi për në Lampedusa me Melonin. Ajo qëndroi para kamerave duke premtuar një plan 10 pikësh për të ndaluar nisjet e paligjshme nga Afrika e Veriut drejt Italisë. Ishte një marifet i Ursulas për PR-in e saj. Pas shtrëngimit të duarve mes von der Leyen dhe Melonit, shifrat e imigrantëve e kanë poshtëruar Romën. Sipas raporteve të rrjedhura nga Frontex, rruga qendrore e Etiopisë ka parë një rritje prej 50% të aktivitetit, krahasuar me ciklin e mëparshëm. Po flasim për mbi 150.000 rritje që ndikojnë drejt për drejt në infrastrukturën italiane. Mesazhi i Melonit drejtuar von der Leyen në fakt akuzon Komisionin për sabotim të çështjes. Akuza është specifike. Brukseli po vonon qëllimisht shpërndarjen e fondeve të premtuara për Tunizinë dhe Egjiptin. Fonde që synojnë të ndalojnë anijet para se të nisen. Pse? Sepse fraksionet e gjelbra dhe socialiste në Parlamentin Evropian, partnerët e koalicionit të von der Leyen, po e bllokojnë atë për arsye vallaha humanitare. Meloni tha mjaft, dhe thuhet se ajo mban prova se ES, e financuar pjesërisht nga grantet e BE-s, po koordinohen drejt për drejt me trafikantët. Do me thënë Komisioni është partner me trafikantët? Kjo është e rëndë. Mesazhi i Melonit nënkupton që nëse Brukseli nuk zbaton një bllokat detare ose riadesim të menjëhershëm, Italia do të pezullojë rregulloren e Dublinit në mënyrë të njanshme. Kjo do të thotë injorim i ligjit të BE-s dhe mbyllje e kufive. Dhe kjo për Komisionin Evropian është opsioni i një shpërthimi bërthamor. Së dyti, pakti vetvrasës i marrëveshjes së gjelbër, teksa kriza e migracionit është vetëm tymi i zjarrit. Zjarri është ekonomia. Von der Leyen po shtyn për zbatim të përshpejtuar standardet e emetimeve Euro 7 dhe direktivën mbi performancën energjetike të ndërtesave të shtëpive të gjelbra për Italinë. Ky është një dënim me vdekje ekonomike për Italinë. Konfederata Italiane e Industrisë vlerëson se kjo do të kushtoj pronarëve italianë të shtëpive mbi 40 miliard euro në rinovime të detyrueshme brenda 5 viteve të ardhshme. Ndaj dhe vjen mesazhi i Melonit që ekspozon hipokrizinë. Gjermanisë po jepen përjashtime për të mbrojtur industrinë e saj të makinave, që është në rënje, me kompani si Volkswagen që po mbyllen, ndërsa prodhimi italian po mbytet nga burokracia europiane. Meloni po kritikon standardin e dyfisht. Ajo e di që ekonomia gjermane aktualisht po e tkurr të sëmurin e Europës. Zotin Merz dhe se von der Leyen po përpiqet të shpëtojë adeun e saj Gjermaninë, duke sakrifikuar ekonomitë e jugut të Europës. Së treti, shantazhi financiar është skandali i vërtetë. Kjo është pjesa më shpërthyese.
Burime brenda Këshillit Evropian thonë se ekipi i von der Leyen kërcënoi të ngri pjesën tjetër të fondeve të BE-s të gjeneratës së ardhshme, që janë 19 miliard euro, të cilat i detyrohen Italisë nëse Meloni nuk do të ulë retorikën e saj mbi sovranitetin. Këtu Meloni u ndez. Në vend që të tërhiqej, Meloni dërgoi një kundërkërcënim që e tmerroi Komisionin Evropian. Italia është një kontribuese neto në aspekte të ndryshme të mekanizmit të BE-s. Meloni po kërcënon të vërë veton ndaj rishikimit të kuadrit financiar shumëvjeçar MFF. Pa votën e Italisë, buxheti i BE-s është i ngrirë. Nuk ka më euro për Ukrainën, për tranzicionin e gjelbër, për burokracinë e von der Leyen. Mesazhi drejtuar presidentes së komisionit nuk ishte një kërkesë për negociata, por një ultimatum. Thuhet se mesazhi përmban frazën: "Ne nuk do të jemi bankomat për një kompleks industrial gjerman në dështim, ndërsa kufit tani janë mbi ngarkuar. Pasojat politike do të jenë të mëdha." Vëreni kohën ku ndodh kjo. Vjen pikërisht ndërsa konservatorët dhe reformistët europian, familja partijake e Melonit po fiton terren. Ajo ka kuptuar se, që të sillet mirë me PPE-n, Partinë Popullore Europiane, nuk ka dhënë asnjë rezultat. Ndaj dhe e vendosi von der Leyen në qoshe. Duhet thënë se Ursula ka filluar të armiqësohet me qeverinë polake. Është në luftë me Viktor Orban dhe tani ka humbur të vetmen udhëheqëse të madhe në Europën Perëndimore që ka qenë e gatshme të punojë me të, Giorgia Melonin. Kjo është një thyerje në boshtin franko-gjerman i cili është tashmë dobësuar, pasi Macron është një president i dobët. Meloni e di se aktualisht është udhëheqësja më e fortë në Europë për nga vlerësimi i miratimit. Ajo po e shfrytëzon këtë pushtet për të ekspozuar dështimet e Komisionit Evropian. Fluska e Brukselit është e shokuar, sepse menduan se paratë e planit të rimëkëmbjes PNR do ta mbanin Italinë të lidhur apo të vartur. Harruan se baza e Melonit nuk interesohet për burokratët e Brukselit. Ata interesohen për koston e jetesës dhe sigurinë e rrugëve të tyre. Dhe tani, duke kërcënuar të hedhë në erë negociatat e buxhetit, Meloni mban në dorë një granat me gjilpërën e nxjerrë, duke e parë von der Leyenin në sy dhe duke e sfiduar atë që të bëjë lëvizjen e para. Ura midis Romës dhe Brukselit jo vetëm që po digjet, por është shembur në det. Ky mesazh nga Giorgia Meloni për Ursula von der Leyen sinjalizon fundin e trillit që ka mbajtur Bashkimin Evropian të Bashkuar gjatë 5 viteve të fundit. Mos u gaboni. Kjo nuk është një lojë e Melonit. Nëse Italia ndjek kërcënimin e saj për të vënë veton ndaj rishikimit të buxhetit, ose për të pezulluar rregulloren e Dublinit, Komisioni Evropian do të përballet me një paralizë që nuk e kemi hasur kurrë më parë. Von der Leyen po tërhiqet nga një krizë politike që mund të përcaktojë trashëgiminë e saj si presidentja që humbi jugun. Por verifikimi i realitetit është ky. Meloni po ndërmerr një rrezik të madh, duke kërcënuar buxhetin e BE-s, duke rrezikuar ta izolojë plotësisht Italinë. A është Meloni një gjeni strategjik që luan shah 4D, duke kërkuar më në fund respektin që meriton kombi i saj? Apo po luan një lojë të rrezikshme pokeri me ekonominë italiane që mund t'i kthehet kundër në mënyrë spektakolare? Zgjedhjet europiane treguan një zhvendosje djathtas dhe Meloni e ndjen fitoren në velat e anijes së saj. Ajo beson se njerëzit në Europë janë lodhur nga burokratët e pasgjedhur në Bruksel, që diktojnë çmimin e energjisë së tyre dhe sigurinë e kufive të tyre. Ajo vë bas se kombe të tjera, ndoshta Hungaria, ndoshta Holanda, por edhe të tjerë do i bashkohen rebelimit të saj. Por Brukseli është një makinë që shtyp njerëzit që nuk pajtohen me të. A do të hakmerret Komisioni Evropian me Melonin? A do ta ndërpres rubinetin e financimit dhe ta detyrojë Italinë të kalojë në recesion vetëm për të vërtetuar se hakmerret? Po shohim një përplasje me shpejtësi të madhe me sovranitetit kombëtar nga një anë dhe burokracisë federale europiane nga ana tjetër. Dhe vetëm njëra do të mund të mbijetojë. Kush do të jetë? Për tu parë. Por personalisht mendoj se fiton Italia dhe italianët. Mast Channel. Please subscribe.